A ka shenja, si me thënë, jo vetëm të jashtme, ato që janë përfolur zakonisht për këtë natë, mirë po të brendshme, si mund ta dimë që kemi takuar këtë natë, si mund ta dimë që kemi takuar në momentet e adhurimit. Për atyre shenja që unë kisha pas dëshirë, duke mos janë anashkalu tjera të jashtme, ato më shumë ja kisha lënë astronomisë, sepse ndoshta astronomia mund të merret me ato shenja, por unë do të kisha këtu të brendshme të mendoj që kur robi është i përkushtuar në adhurimin e tij, në adhurimin kuptimin universal fjalës, jo thjesht vetëm duke fal apo duke lexuar Kur'an, edhe pse pejgamberi Kur'anin e ka pas si mark në kërkim të notës të Kadrit, sepse nota e Kadrit për shkak të tij ka zbrit, sigurisht se do ta përmendim këtë element, por për mos më dal prej pyetjes që e shtrove, unë mendoj se është një lloj ndjeshmërie, ku njeriu e ndjen ëmbëlsinë e adhurimit. E sheh që adhurimi nuk po mërzitet të adhuru Zotin, po kënaqet shpirti i tij. Është e papërsëritshme si ndjen. Është një lloj e ka një lloj lehtësimi. E ka një lloj dashurie për adhurimin që e bën. Atëherë kjo mund të jetë një prej shejave që ai realisht e ka mrri ose është të përjetuar notën e Kadrit. Thash hapja e zemrës. Pse hapja e zemrës? Sepse njerëzit shpesh ankohen, domethënë s'po depërton drita. A gjitha riletat, dyert, dritarët i kanë mbyll, edhe nuk përdepërton drita e diellit. Po dielli e ka dritën e vet. Por dielli nuk depërton një shtëpi e cila është e izoluar, e mbyllur hermetikisht. Për me depërtu drita, në shtëpi do të mi hiq riletat, do të mi hiq perdet, këto janë parakushte. Për me mrri notën e Kadrit që me pas si shijim të adhurimit, do të me hap zemrën dhe do të me përkushtu Zotit. Me përkushtu Zotit çdo herë, jo duke shiquar edhe vetëm, sepse nganjëherë shiquet ndoshta vetëm interesi ngushtë individual, por do të me shiquar domethënë edhe interesin e gjerë. Jo thjesht vetëm duke mundu sa më shumë të mbledhësh sa më shumë se vapa shpërblimi on dhe çka bëjnë tjerë dhe veprojnë tjerë nuk është e rëndësishme. Nota e Kadrit, unë mendoj që shijohet. Nota e Kadrit përjetohet. Sa i përket shpërblimeve, mund të jetë Zoti e kalon këtë natë, nëse e përkthejmë numrin në kuptimin e numra, sepse popujt më herët në kohë më të lashta kanë jetuar më gjatë me vite. Dhe koha jon është reduktuar mosha mesatare, domethënë është reduktuar bagën krahasim me ata, dhe sikur muslimanët edhe në kohën e pejgamberit e kanë dinë një lloj kur kanë dëgjuar që filoni 1000 muaj e ka bënë një adhurim, ka qenë luftëtar në rrugë të Zotit, ai tjetri kështu, thonë si ka mundësi një gjatë tillë, sepse kanë jetuar ata më gjatë dhe sikur Zoti ka dashur umetit Muhamedit sa neve të gjithëve, janë më na kompenzuar. Thjesht nota e Kadrit është sikur Zoti do më na thonë neve. Unë po do më fal juve.